hyrë në fuqi këtë të premte marrëveshja për lëvizjen e lirë kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke rikthyer lehtësitë për qytetarët që udhtojnë mes dy vendeve. Marrëveshja do të jetë aktive deri në muajin tetor dhe pritet të riaplikohet edhe gjatë muajve dhjetor e janar, si dhe në fundjava. Ajo synon shmangjen e pritjeve të gjata në kufi dhe thjeshtimin e procedurave, duke mundësuar kalimin pa kontroll të detajuar të dokumenteve identifikuese, përveç rasteve që konsiderohen të dyshimta. Zbatimi i saj ka sjellë një përmirësim të ndjeshëm në qarkullim, duke eliminuar radhët të gjata të automjeteve. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm kanë hyrë në Shqipëri rreth 15.000 shtetas, shumica prej tyre nga Kosova. Për të përballuar fluksin në pikën kufitare të Morinos, janë vënë në funksion 11 sportele, duke mundësuar një kalim të shpejtë dhe pa pengesa. Burime nga kjo pikë kufitare bëjnë të ditur se në 24 orët e fundit kanë kaluar rreth 37.000 qytetar, prej të cilëve 25.000 kanë hyrë në territorin shqiptar. Mereme Sela, e cila aplikoi për kandidate për kryetarit të PD-s në zgjedhjet e 23 majit, është shprehur se është shtyrë që të futet në këtë garë, si rrjedhoje e kontributit të madh që ajo pretendon se ka dhënë për komunitetin, kryesisht në fushën e mjekësisë, pasi me profesion është mjeke. Komentet Sela i bëri në emisionin Frontline, ku tha se i plotësonte të gjitha kriteret për qenë pjesë e garës për kreun e PD-s. Sela shtoi po ashtu se kishte qenë pjesë e primareve të 2025-s në PD, teksa kritikoi këtë proces duke u shprehur se në ato kohë partia ishte thuajse inekzistente. Unë jam 58 vjeçe dhe kam një karrierë 37 vjeçare në mjekësi, duke parë për një komb 3 shtyllat kryesore: shëndeti, arsimi, ekonomia, për të pasur familje dhe fëmijë. Këto janë bazat kryesore të programit që unë kam përgatitur, që do ta paraqes pasi të zyrtarizohet kandidatura, tha ndër të tjera Sela. Teksa u pyet nëse gara ishte e përcaktuar për të favorizuar Sali Berishën, Mereme Sela tha se nuk kishte kritika dhe se nuk donte të luftonte me askënd. Ajo shtoi se ishte natyre buzëqeshur dhe paqt. E pyetur nëse do e bënte Sali Berishën ministër apo zëvendës ministër kur të jetë kryeministre, ajo tha: "Nëse do bëhem kryetare e PD-s, patjetër i takon të jem edhe kryeministria. Mendoj se do të jetë risi edhe për Shqipërinë, por ministra e deputet po flasim për frymë të re, patjetër që ka figura të reja, me gjithë respektin për doktorin, për profesorin." Gazetaria Klodiana Lala, duke komentuar reagimin e ish-ministres Elisa Spiropali pas paralajmërimit të Ramës për të mos shkruar kundër PS-s, ndryshe do të përjashtohet nga partia, i bëri thirrje deputete socialiste që të trimërohet dhe të flasë. Lala kërkoi nga Spiropali që të bëhet e penduar e drejtësisë dhe të tregojë anët e errta të qeverisjes socialiste. Ish-ministri i Financave Arben Malaj ka komentuar debatet e brendshme në Partinë Socialiste pas përplasjes mes kreut të partisë Edi Rama dhe deputetes Elisa Spiropali. Sipas tij, ardhmja e Spiropalit nuk duhet të vendoset se çfarë do të bëjë Rama me të, por të dalë nga grupi parlamentar për të sjellë diçka të re dhe shpresdhënëse. Ish-ministri e jashtme Elisa Spiropali duket se ka shkelur vijën e kuqe të partisë me kritikat e ashpra publike përmes disa postimeve në mediat sociale, kufi që kryeministri Rama ja bëri të qartë në mbledhjen e 27 prillit të grupit socialist dhe ministrave. Krisja e parë e madhe ndodhi kur Spiropali theu urdhrin e partisë dhe nuk mori pjesë në votimin për imunitetin e Belinda Ballukut. Presidenti i Republikës Bajram Begaj uroi punëtorët për ditën e 1 maj duke shprehur nderim dhe mirënjohje për sakrificën, për kushtimin dhe ndershmërinë e tyre. Në një mesazh të posaçëm, kreu i shtetit vlerëson njerëzit e punës së ndershme, duke theksuar se janë ata që ndërtojnë çdo ditë Shqipërinë. Begaj vlerëson ndër të tjera se ata duhet kenë mbështetje maksimale, ndërsa e konsideroi ditën e 1 majit si një moment kujtese të shoqërisë shqiptare për më shumë drejtësi sociale dhe solidaritet. Rritja e kostove të energjisë dhe pasiguria e re që po shkakton lufta me Iranin mund të shtyjë sërish kompanitë europiane drejt modeleve të punës nga shtëpia, ndërsa paralelisht pritet të zgjerohet kërkimi për punonjës jashtë Bashkimit Evropian, atje ku kostot e punës dhe taksimi janë më të ulta. Ky është vlerësimi i ekspertit të ekonomisë Sergis Sefa, i cili thot për Monitor se një zhvillim i tillë mund të kthehet në një mundësi të re për të rinj shqiptar që synojnë të punojnë në distancë për tregjet e huaja. Sipas tij, nëse konflikti zgjatet dhe vala e shtrenjtimit vazhdon, bizneset europiane do të kërkojnë forma më fleksibël organizimi për të ulur kostot operative në një situatë kur energjia, transporti dhe zinxhirët e furnizimit janë nën presion. Puna nga shtëpia shihet si një nga mënyrat më të shpejta për të frenuar një pjesë të shpenzimeve, ndërsa punësimi i stafit në vende jashtë BE-s mund të përdoret si instrument për të mbajtur nën kontroll kostot totale të punës. Zyra e prokurorit të Parisit ka hapur një hetim dhe një 15 vjeçari i dyshuar për hakerimin e Agjencisë së Identitetit të vendit dhe përpjekjen për të shitur të dhënat e miliona francezëve në një rrjet të errët këtë muaj, raporton Reuters.
Adoleshenti, identiteti i të cilit nuk u zbulua, mbajt në paraburgim për t'u marrë në pyetje pasi dyshoi se fshihej pas Novkës Bridge III, i cili kishte nxjerrë në shitje të dhënat e vjedhura. Qasja e palikshme dhe vjedhja e të dhënave qeveritare bart një dënim deri në 7 vjet burg dhe një gjop që mund të arrijë në 300.000 euro. Agjencia që ruan të dhënat personale nga qytetarët francezë, të tilla si karta identiteti, pasaporta, leje drejtimi dhe targa, konfirmoi se të dhënat e nxjerra në shitje ishin autentike dhe informoi policinë se kishte zbuluar një aktivitet të pazakont në rrjetin e saj më 13 prill. Familja e Bruce Willis po kalon një periudhë të vështirë teksa gjendja shëndetësore e aktorit vijon të jetë shqetësuese. Sipas raportimeve në mediat ndërkombëtare, të afërmit e tij po përgatiten për çdo zhvillim të mundshëm në vijim. Në këtë kontekst ata kanë marrë një vendim domethënës, pas ndarjes nga jeta, truri Willis do durohet për studime shkencore. Qëllimi është të ndihmohet kërkimi mbi sëmundjet neurologjike dhe të ofrohet një kontribut konkret për përmirësimin e trajtimeve në të ardhmen. Aktori i njohur prej kohësh po përballet me probleme të rënda shëndetësore të lidhura me sëmundje neurodegenerative, të cilat e detyruan të tërhiqej nga karriera artistike. Ky vendim i familjes shihet si një akt i fortë human, duke e kthyer një situatë të dhimbshme në një mundësi për të ndihmuar shkencën dhe pacientë të tjerë në mbar botën.